E ngacmoi brenda shtëpisë së Big Brother VIP, Gjibani e përballet me partnerin e Danjës së jashtë shtëpisë. Ish-banori Big Brother VIP Albania Gjibani ka rrëfyer më shumë mbi ndjenja që krijoi për Danjën dhe nëse ka pasur komunikim jashtë shtëpisë me të dashurin e saj. I ftuar në Wake Up, Gjibani ka pranuar se ka qenë totalisht i dashuruar me Danjën, por tashmë nuk është më. Raperi e ka cilësuar modelin si një mus frymëzimi, ndërsa vijon të shtoj se nga kjo dashuri ai ka hequr dorë shpejt, teksa disa e kanë përngjasuar me të ishte dashurën suedeze që Gjibani kishte në rininë e saj, me të cilën Danja i gjasonte shumë, mirëpo Gjibani ka thënë se nuk dëshiron që t'u jap më shumë zë këtyre lajmeve. Ai ka thënë se edhe për Danjën ka vendosur që mos të flas më, por po e bën vetëm për shkak të respektit ndaj moderatorit. I pyetur nëse ka pasur komunikim me të dashurin e Danjës, Redin, i cili në momente edhe brenda shtëpisë reagonte i tensionuar në komentet e tij mbi sjelljet e Gjibanit ndaj partneres së tij, ka qenë Gjibani i cili tha ndër të tjera se Redi Xhili ka komunikuar me familjarët e tij dhe se kjo situatë tashmë është mbyllur. Teksa Gjibani pyetej se për kë i ka marrë malli, do më merrte malli për Danjën, isha i dashuruar kokë këmbë me të, tani nuk jam më, reflektoj dhe shikoj shumë shpejt se çfarë po ndodh, jam i dashuruar me të qenit në dashuri, më inspironte, ishte muza ime, e ushqeja unë këtë gjë, dola nga dashuria shumë shpejt. Teksa i pyetur nëse ka pasur komunikim me të dashurin e Danjës, Redin, jashtë ai tha: ai ka kontaktuar familjarët e mi dhe ka kërkuar që të mbaroj kjo gjë, ka qenë komunikim njerëzor korrekt, të ishte ndryshe do ishte marrë vesh, ka thënë Gjibani duke hidhur poshtë akuzat se ka pasur një përplasje me Redin dhe duke shtuar se ka respekt për atë, pasi edhe ai vetë po të ishte në rolin e Redit, do të ishte acaruar shumë, përfundoi Gjibani.